regjimi po ecën drejt agonisë. Dhe gjithçka varet nga ne, nga opozita shqiptare. Gjithçka varet nga kryengritja jonë paqësore që s'duhet të ndalet kur gjerë në përmbysjen e Edi Ramës. Pikërisht në këtë kuadër ne thirrëm protestën tjetër me datën 10, më fali, ditën e martë me datën 10 shkurt, në mënyrë që të marrim dhe njëherë paralajmërimin në serioz për largimin e tyre nga pushteti. Miq, gjatë këtyre ditëve janë me qindra qytetarë dhe qytetare që kërkojnë me shumë të drejtë që në protest të mos largohemi nga sheshi pa realizimin e qëllimit tonë. Kjo është një kërkesë jashtëzakonisht e drejtë dhe rruga e vetme efikase për të larguar këtë regjim nga pushteti. Por kjo kërkon nga secili nga ne që të bindim gjithnjë më shumë qytetar se qëndrimi në shesh për sa kohë për aq kohë gjersa të largojmë regjimin është rruga më e sigurt e fitores tonë.